Nata e Kadrit. Nata e Kadrit është një nga netet më të rëndësishme në fenë islame. Kjo natë shënohet gjatë 10 netëve të fundit të muajit të Ramazanit. Në këtë natë u zbrit edhe Kurani i shenjtë për herë të parë tek profeti Muhammed. Muslimanët besojnë se gjatë kësaj nate engjëjt zbresin në tokë. Bekimet janë të shumta dhe pranohen lutjet. Data e saktë e natës së Kadrit nuk është e përcaktuar, por besohet të bjerë në një nga netet me numër tek gjatë 10 netëve të fundit të Ramazanit. Zakonisht si në netet 21, 23, 25, 27 apo 29. Shumë musliman e kalojnë këtë natë në lutje, recitim të Kuranit dhe kërkim faljeje. Kjo natë konsiderohet si një natë me një rëndësi shumë të madhe shpirtërore dhe shpesh quhet nata e fuqisë ose nata e vendimit. Nata e Kadrit është një nga netet më të shenjta në Islam. Kjo natë ka një rëndësi të veçantë për besimtarët, sepse gjatë saj shpërblimet dhe mëshira e Zotit janë të pafundme. Besimtarët musliman besojnë se të gjitha lutjet dhe adhurimet që bëhen në këtë natë kanë vlerë më të madhe se 1000 muaj.